Muzika e Fehim Ibrahimit është ringjallur përmes interpretimit nga artistë të rinj në 2 koncerte të veçanta, në Tiranë dhe në Gjirokastër. Udhtim në fëmijëri ishte mbrëmja artistike që erdhi të njëjtën në vendlindjen e artistit, ku për rreth 2 orë publiku shijoi programin artistik nën interpretimin e nxënësve dhe pedagogëve të shkollës artistike të qytetit të Gurt, që mban pikërisht emrin e Fehim Ibrahimit, si dhe të artistëve të mbërritur nga Tirana, si Artur Vera, Laura Lozi dhe Rejsi Prosi. Krahas artistëve të rinj, për publikun interpretoi edhe bija e kompozitorit, pianistja Trita Ibrahimi, e cila paralelisht ka përmbledhur në një libër miniaturat për piano dhe pjesët për piano të Taatit. Është një titull për të cilin jam menduar shumë, por më pas erdhi krejt natyrshëm në një moment, sepse bëhet fjalë për një udhëtim të vërtet në fëmijërinë e secilit nga fëmijët që luan pjesë muzikore. Botimi që kam bërë dhe që ka dalë tani nga shtypi, përfshin pikërisht pjesët nga më e thjeshta tek më e komplikuara. Pra është një udhëtim në jetën e cilit do fëmijë që i luan ata. Fehim Ibrahimi lindi më 20 tetor të vitit 1935 në Gjirokastër. Ai ka qenë një ndër kompozitorët e parë që studioi në mënyrë ekskluzive brenda vendit, ku në vitin 1962 u regjistrua në Konservatorin e sapo krijuar të Tiranës në drejtimin e Tish Dais. Për meritat dhe kontributin e tij, artisti Fehim Ibrahimi është vlerësuar në vitin 1989 me titullin më të lartë artistik, Artisti i Popullit. Muzika e tij shtrihet në të gjitha zhanret, përfshirë edhe ato të filmave. Fehim Ibrahimi u nda nga jeta më 2 gusht 1997 në Itali, duke lënë pas një thesar të çmuar në jetën dhe artin shqiptar.